Përshëndetje miq, ja ku jemi në serinë e mesazheve fineve. Sot unë do flas për një temë fantastike. Titulli i kësaj teme është Lajmi më i mirë për ty. Dhe dua ta nis me disa pyetje. A ke ndjerë ndonjëherë në zemrën tënde se ka diçka më shumë për jetën? Diçka që nuk mund ta shpjegosh thjesht me rastësitë e botës, me besëtmit apo me fatin. A ke menduar ndonjëherë se ekziston një lajm i mirë që mund të ndryshojë jetën tënde përgjithmonë? Do të doje ta dëgjoje këtë lajm të mirë? Në një botë ku ka shumë lajme të këqija, ku ka shumë luftra, flitet çdo ditë për luftra, për sëmundje, për varfëri, për padrejsi, për vrasje, për dhunë. Kjo botë është e uritur për shpresë, për lajme të mira, për dashuri, për mirësi. Dhe Bibla ka një lajm të mirë për ty. Një lajm më të mirë në botë për ty. Dhe lajmi i mirë në fakt në greqishten e vjetër është evangelismo, që do thotë ungjill. Ungjilli është lajmi më i mirë për ty dhe për mua. Por çfarë është ky lajm? Pse është kaq e rëndësishme që ne ta dëgjojmë? Dhe në fakt lajmi më i mirë për ty dhe për mua fillon me një të vërtetë të hidhur. Për të kuptuar më mirë këtë gjë, ne do të hapim Biblën tek Romakët kapitulli 3, vargu 23. Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndisë. Të gjithë ne kemi mëkatuar. Asnjë nuk është i pastër, asnjë nuk është i përsosur perfekt përpara Perëndisë. Mëkatin e na ndan nga Zoti, sepse mëkati është shkelja e ligjit, shkelja e Biblës, e parimit të Zotit. Mëkati na sjell vdekje, mëkati na ndan nga Perëndia. Dhe na bën që të shkojmë në humbje. Pa ndërhyrjen e Perëndisë, ne do të ishim të humbur. Por Perëndia ka ndërhyrë. Por Perëndia nuk na ka lënë që ne të humbim. Perëndia na ka dhënë një mundësi. Perëndia ka ndërhyrë me lajmin e tij më të mirë për ju dhe për mua. Ja që thotë tek Romakët kapitulli 5, vargu 6 deri në 8. Sepse ndërsa ishim akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, mbasi ndonjë do të guxonte të vdisë për një njerëz të mirë. Por Perëndia e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Për atë dashur miq, ndërsa ne ishim akoma pa forcë, ndërsa ne ishim të dobët, ndërsa ne jemi mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ai vdiq për mëkatet tona. Ai vdiq për ne të paudhët, për ne të pabesët, për ne që kemi kthyer kurrizin Zotit, për ne që jemi indiferent ndaj Zotit, për ne që nuk mendojmë asnjëherë për Zotin. Krishti vdiq për ju dhe për mua. Krishti vdiq për ne, për mëkatet tona. Dhe ky është lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë i mrekullueshëm. Por gjithashtu ne gjejmë në Bibël të lajm mirë të shprehur edhe në vargjet më të famshme të Biblës, tek Gjoni 3, 16 dhe 17. Aty thuhet, sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humpas, po të ketë jetën e përjetshme. Jezu Krishti nuk erdhi në këtë botë për të shkatëruar botën, por ai erdhi për ta shpëtuar atë. Dhe ky është lajmi i mirë. Perëndia ne na do shumë. Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur, dhe ai vdiq për mëkatet tona. Ai mori mëkatet tona. Dhe ai nuk erdhi për na shkatëruar, por ai erdhi për të na shpëtuar.
Ne shpeshherë shqiptarët mendojnë që ne jemi të mallkuar, që ne jemi një popull që Zoti nuk na do, që Zoti na ka shkatruar, që populli është larg Perëndis. Por jo, edhe ne që ndoshta kemi qenë larg Perëndis në kohën e komunizmit, dhe ndoshta jemi edhe tani larg Perëndis. Përsëri Perëndia dërgoi birin e tij. Dhe lajmi i mirë përsëri është për ty dhe për mua. Ky lajm i mirë do të thotë që Zoti na do, pavarësisht mëkateve tona. Ky lajm i mirë do të thotë që ai dërgoi Jezusin, birin e tij, për të marrë dëshkimin që ne meritojmë. Ky lajm i mirë do të thotë që Jezusi vdiq në kryq për ne dhe u ringjall në ditën e tretë. Tek letra pare Korintës kapitulli 15 vargu 4 thuhet: dhe se ai u varos dhe u ringjall në të tretën ditë sipas shkrimeve. Krishti vdiq për ne, u varos dhe u ringjall në të tretën ditë sipas shkrimeve. Ky varg thotë që dhe tregon që vdekja dhe ringjallja e Jezu Krishtit nuk ishte aksidente e rastësishme, por përmbushja e planit të Perëndis, që ishte shpallur në shkrimet e shenjta, më përpara se Jezu të vinte. Perëndia e orkestroi, e organizoi, e planifikoi që të çlironte dhe na shpëtonte ty dhe mua nga mëkati, nga ligësia, nga shkatrimi. Perëndia na do të dashur miq, kaq shumë, sa është e pa imagjinueshme, dashuria e tij kaq e madhe. Ai dërgoi birin e tij vetëm lindur, që mori dëshkimin që ne meritonim, që mori mëkatet tona, që ne të marrim faljen e mëkateve, që ne të marrim shpëtimin nga mëkatet, që ne të çlirohemi nga fuqia e mëkatit, nga fuqia e ligësisë në jetën tona. Perëndia na do shumë të dashur miq. Por ky lajm i mirë është për të gjithë. Nuk është vetëm për njerëzit fetar, apo për njerëzit që shkojnë në përkisha, apo që janë besimtar. Është për të gjithë. Te Romakët 10:13 na shkruhet: sepse kushdo që do të rrasi emrin e Zotit do të shpëtohet. Nuk ka rëndësi të dashur miq se nga jeni, nuk ka rëndësi se çfarë keni bërë, nuk ka rëndësi sa larg e ndje veten nga Zoti, nuk ka rëndësi nëse ti e thërret Zotin sot, ai do të shpëtoj, ai do të çliroj, ai do të ndryshoj jetën, do ti do shikosh gjëra të mëdha, të mrekullueshme, fantastike në jetën tënde. Ti do çlirohesh nga ligësia, ti do çlirohesh nga mëkati. Ai të do, Perëndia të do. Ky është lajmi i mirë për ty. Ky është ungjilli për ty dhe për mua. Ai nuk është vetëm një lajm i mirë vetëm për njerëzit fetar, por ai është për çdo, për të gjithë ata që duan të besojnë dhe të kthehen tek Perëndia. Sepse kur besojnë dhe kthehen te Perëndia, ata përjetojnë fuqinë e lajmit të mirë. Qa përjeton një person ku fillon beson tek Jezu? Qa përjeton një person ku fillon beson të lajmin e mirë? Qa përjeton një person? Ja qa përjeton? Mëkatet e tua dhe të mia falen. Kur ti beson tek Jezusi, tek lajmi i mirë që Krishti vdiq për ty dhe u ringjall në të tretën ditë. Kur ti beson dhe këtë lajm të mirë, zemra jote e rilind, ti fillon një jetë e re. Kur ti beson në këtë lajm të mirë, marrëdhënia me Zotin restaurohet. Ti ke një marrëdhënie personale me Zotin e plot fuqishëm, me Zotin krijuesi shpëtimtarin tënd, me Zotin e madhërisëm. Marrëdhënia jote restaurohet. Kur ti beson në këtë lajm të mirë, ti merr jetën e përjetshme. Sepse ajo është një dhuratë për ty. Në fakt ti fillon një jetë të re. Te letra 2 e Korintëve kapitulli 5 vargu 17 na shkruhet, na thuhet: nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat kanë kaluar, ja të rejat kanë ardhur. Nëse ti beson në lajmin e mirë, të dashur miq, nëse ti beson në këtë lajm të mirë, ti fillon një jetë të re.
E jeta e kaluar ka shkuar, është falur, është pastruar. Ti fillon një jetë të re. Një jetë të re me shpëtimtarin tënd, me Jezusin, me Zotin e shpëtimtarin tënd. Ti fillon një jetë të re. Ti bësh një person i ri. Ti je i rilindur në Krishtin. Dhe mbi të gjitha, ti je i shpëtuar. Kur ti beson këtë lajm të mirë, ti je shpëtuar nga mëkati, nga ligësia. Dhe ke këtë dhurat nga Perëndia, këtë dhurat madhërishme, se ti merr dhe fiton jetën e përjetshme. Tek Efesianët kapitulli 2 vargje 8 deri në 9 na shkruhet, na thuhet, sepse me anë të hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit, jo nga veprat që askush të mos buret. Shpëtimi është dhurat, të dashur miq. Është dhurat nga Jezu Krishti, Zoti ynë i mrekullueshëm. Nga Perëndia që dërgoi Jezu Krishtin, që ai vdiq në kryq për ne, mori mëkatet tona për ne, që në kryq ne marrim faljen, pastrimin, fuqinë e Perëndis, ne marrim restaurimin me Zotin, ne marrim çlirimin, shpëtimin, dhuratën e mrekullueshme të Jezu Krishtit. Në kryqin, duke besuar në lajmin e mirë, duke besuar sakrificën e Jezu Krishtit, ne marrim shpëtimin, dhuratën më të madhe, më të mrekullueshme që çdo njeri duhet ta ketë. Por ç'a ndodh? Kur ti me një dhurat, ke zgjedhje për të bërë. Ti mund të zgjedhësh, o ta pranosh me falënderim, ose ta refuzosh, ta dëshposh, duke thënë nuk më duhet ndihma e Zotit. Këtë liri ta ka dhënë Zoti. Ti ke lirinë e zgjedhjes. O të pranosh dhuratën e fantastike, mrekullueshme të Perëndis, o ta refuzosh. Nuk ka rrugë të mesme. Po ti e ke këtë zgjedhje. Ungjilli është lajmi më i mirë për ty, të dashur miq. Ungjilli është lajmi më i mirë për ty. Është lajmi më i madh që ke dëgjuar ndonjëherë. Jo vetëm sepse Jezusi vdiq për ne, por sepse ai jeton dhe na fton në marrëdhënie të përjetshme me të. Zoti Jezus jeton, ai është gjallë në qiell. Ne ndoshta nuk e shikojmë me sy tan fizike. Sepse ne nuk mund të shikojmë shumë gjëra, botën e përtejme edhe botën e frymërore, nuk mund ta shikojmë me sy tan fizik. Por të gjitha shkrimet e shenjta thonë që Jezu Krishti është gjallë, Jezu Krishti jeton, dhe ai na fton ne që të kemi marrëdhënie të përjetshme, ai na fton ne që ne të besojmë të këtë lajm të mirë, ai na fton ne që ne të çlirohemi nga mëkatet, ai na dhuron ne jetën e përjetshme, por ne duhet ta pranojmë. Ne duhet të zgjedhim këtë gjë. Zoti thotë, nëse ti zgjedh të dhuratë mrekullueshme, të lajm të mirë për ty që ta bësh në zemrën e ta jetosh në zemrën tënde, nuk do ketë më ndarje. Zoti thotë që nuk do ketë më dënim, nuk do ketë më brenga, nuk do ketë më vdekje, por do ketë shpresë, jetë dhe dashuri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për jetën tona. Nëse zemra jote ndjehet e rënduar nga mëkati, nga frika apo nga ndarja e Zotit, ti nuk je i vetmuar. Ungjilli është për ty. Lajmi më i mirë është për ty dhe mua. Jezusi dëshiron të të jap paqe, falje dhe një jetë të re. Po ti mund të bësh pyetjen, po çfarë mund të bëj unë? Së pari, ti mund ta pranosh që ke nevojë për shpëtim. Së dyti, beso se Jezusi vdiq dhe u ringjall për ty. Së treti, kërko falje dhe ftoje Jezusin të hyjë në jetën tënde. Dhe së katërti, filloni një jetë të re me Zotin, duke ndjekur dhe duke besuar atij në çdo ditë të jetës tënde. Nëse ti zgjedh këtë lajm të mirë, të lajm fantastik, unë e kam zgjedhur, të dashur miq, dhe jeta ime ka ndryshuar. Flas nga përvoja ime. Kam 33 vjet që e kam pranuar Jezu Krishti Zot dhe Shpëtimtar.
Dhe Zoti më ka shpëtuar. Dhe unë jetoj duke ndjekur atë. Dhe prandaj të ftoj dhe ty sot që dhe ti ta bësh këtë gjë. Të zgjedhësh Jezu Krishtin, të zgjedhësh të besosh tek Jezu Krishti, tek lajmi i mirë. Ta pranosh këtë dhuratë, ta pranosh dhuratën e mrekullueshme, dashurinë fantastike që Zoti ka për ty. Zoti të do më shumë se familja, se familja të do ty. Zoti të do më shumë se bashkëshortja që të do ty. Zoti të do më shumë se fëmijën që ti ke. Zoti të do më shumë se shoqëria, se njerëzit. Zoti të do më shumë se kushdo tjetër në botë, sepse Zoti dërgoi Birin e Tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Zoti dërgoi Jezu Krishtin, që ai në kryq vdiq për mëkatet tona. Ai mori ndëshkimet, sëmundjet, mëkatet tona në kryq. Po ti e përjeton faljet e mëkateve. Ti dhe unë përjeton shpëtimin duke besuar tek lajmi më i mirë. Nëse ti në këtë moment dëshiron që t'ia thuar Zotit të gjë në lutje. Po, në lutje. Atëherë unë do lutem për ty. Ose mund të bëjmë kështu. Unë po lutem dhe ti thuaj aty ku je. Në këtë video thuaj me zë të lartë. Në vetveten tënde. Për në shenjë respekti, le të ulim kokën dhe mbyllim syt. Zot, më fal për mëkatet e mia. Besoj se Jezu Krishti vdiq dhe ringjall për mua. Të lutem hyj në zemrën time. Dhe bëu Zoti jetës time, mbreti jetës time. Ndihmo më të ndjek, në të shërbej çdo ditë. Faleminderit për dashurinë dhe shpëtimin tënd. Amen. Tani që ke bërë këtë hap të rëndësishëm, të ftoj të vazhdosh të rritesh në besim. Të ftoj të vazhdosh të studiosh Biblën. Sepse duke studiuar Biblën, fjalën e Zotit, ne rritemi në besim. Bibla është burimi i shpresës, burimi i së vërtetës, burimi i dashurisë. Bibla na tregon për karakterin e Zotit. Bibla na bën të njohë Zotin. Bibla është fuqia e Perëndis. Dhe ti, kur studion Biblën, ti rritesh në besim. Dhe unë të ftoj që të studiosh Biblën. Nëse dëshiron, mund të bashkohesh në një grup studimi biblik. Nëse dëshiron, mund të studiojmë Biblën së bashku. Nëse dëshiron, mund të studiojmë online ose fizikisht të pranishëm. Mund të vish çdo të mërkurë në orën 5 në Tiranë këtu. Mund të vish çdo të shtunë në orën 10:30 në Tiranë lindje dhe të studiojmë Biblën së bashku. Gje platformën e tënde që dëshiron, gje mënyrën më të rehatshme që ti dëshiron, por eja dhe studio Biblën. Mos e lë zemrën të ftohet. Ushqeje mendjen dhe zemrën tënde me fjalën e Perëndis. Të garantoj, jeta jote do të ndryshojë për mirë.